Të reja, sot të flasim në studion e emisionit të mëngjesit me Engelbert Zefaj. Mirë mëngjes, mirë se erdhe në studio. Mirë mëngjes, mirë se u gjeta. Po ashtu kemi dhe Argjen Softolli, mirë mëngjes, mirë se erdhe. Mirë mëngjes, faleminderit për ftesën. Dhe në lidhje direkte kemi Sali Rexhaj, mirë mëngjes Rexhaj, faleminderit që jemi ne. Mirë mëngjes, përshëndetje. Po presim të bashkohet me ne dhe Labinot Bala, i cili aktualisht ndodhet në trafik, në komunikacion, ashtu si që ndodhen besoj edhe shumë qytetarë për shkak se kjo është periudha më e ngarkuar e mëngjesit. Si do që tjetë, ngarkuar ka qenë komunikacioni edhe në komunën e Vushtrisë gjatë ditës djeshme. Nuk ishte më një problem periferik, jo komunë. Jo, ngarkuar është në gjitha komunat komunikacioni politik, por ajo që ndodhi dje në Vushtri, ajo dolin si përfaqe, në komunat tjera nuk po den si përfaqe, sepse trafiku është i rënduar në secilën komunë. Pra ka pak knajtësi brenda vetë partive, apo mos pajtime brenda... Jo, nuk e kisha në të mendim, e kisha mendimin që palët që duke bisedu për me gjithë gjuhën e përbashkë me bashkëpunu për balotash. Ska gjithë keqe, apo jo? Definitivisht nuk ka gjithë keqe në parim. Më thonë, në botën demokratike, në botën e civilizuar, s'ka asnjë gjë të keqe, po në situatën tonë këtu në Kosovë që s'po mundem me dalë kur për kësaj këtyre fushatave që po janë shumë brutale, shumë arrogante, ato po krijohen situata gati një farë mënyre kur vjen koha tash me gjetë bashkëpunimin, jo s'mundem marrë të bashkëpunimin sepse jemi për plasë qashe ashpër sa s'imaginohet bashkëpunimi. Sa i përket Vushtrisë, me të thënë të drejtën, na LDK-n e kemi dëgju, ka dëshmi sa dush që thonë që komunat janë në duart të kryetarëve, ne ju besojmë kryetarëve, elektoratit lokal, ata e din më së miri që është për komunën edhe ata duhet vendosin si duhet shkuet tutje. Por kjo nuk kalon asnjëherë me nënkuptu që tash unë jam kryetari një dege, ose pretendoj me qenë kryetari një komunë, edhe tash unë e shkëpus komplet komunikimin me qendrën, me kryetarët dhe me gjithë bashkëpunëtorët e partisë. Sepse funit, se cili kandidat që ka hyrë kandidat për kryetar në komunë, e ka marrë miratimin e qendrës, po kryesisë së partisë së vetë. E thashti duhet të ishte shumë normale që edhe çdo vendim që e merr të koordinohet me qendrën, të merr miratimin e tyre, sepse pastaj do të kërkosh edhe mbështetjen e tyre. Jo financiare, jo morale, jo politike, edhe kur të merr kështu vendime pa konsultu, pa koordinu, atëherë është një kryenësi që mbet pa mbështetje dhe nuk pritet mirë sikur që ndodhi në Vushtri. Pra, si do të pritet dhe si do të ashe dhe vetë votuesi elektorati Lidhjes Demokratike të Kosovës këtë koalicion dhe këtë marrëveshje që bëri Gjafa me vetëvendosjen në Vushtri, duke mos e pasur pëlqimin e qendrës. Nivelit qendror. Sa i përket asaj se ka pasur apo jo pëlqimin zoti Xhafer Tahiri për koalicionin, mendoj që mbas asaj se çfarë u flet gjatë ditës, sepse ne kemi informacione se rrimi gjatë ditës me njerëzit që mirën dhe me akter politik, zoti Xhafer Tahiri ka pasur një miratim të lehtë nga kryetari Lumin Abdigjiku për ta bërë koalicionin me lëvizjen vetëvendosje. Po jo deri në çat nivelin që të jetë prezent edhe Albin Kurti gjatë nënshkrimit e të bëhet show medial ceremonial i nënshkrimit, megjithse ky zoti Tahiri ka rënë në një formën e grackën e lëvizjes vetëvendosje në këtë drejtim dhe për pasojë ka dëmtuar Lidhjen Demokratike të Kosovës, për çka edhe ka shpërfaq një leadership të dobët të LDK-s në nivelin qendror, e cila nuk arrin të mbajë nën kontroll situatën dhe degët e saj. Prandaj konsideroj që elektorati i LDK-s do t'i bindet nivelit qendror dhe jo atij lokal, sepse zoti Xhafer Tahiri ka dëshmuar në fakt që nuk është një prej njerëzve të cilët duhet elektorati të shkojnë në nivelin maksimal pas tij, për arsye sepse ne e pam edhe dje gjatë ditës që po i njëjti ka qenë në mbrojtje edhe të Faruk Mujkës si avokat mbrojtës i tij, por luan sepse zoti Xhafer Tahiri gjatë tërë kohës ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje për korrupsion, për nepotizëm, për gjëra të paheshme, dhe ti në fund të ditës qosh mëngjes shkon e mbron po të njëjtin, cila është logjika këto atëherë. Dhe madje tha që këto akuza janë akuza politike. Kush po i bën këto akuza pra atëherë? Po i bën partia e tij, LDK-ja. Prandaj konsideroj që zoti Xhafer Tahiri ka gabuar në formalitetin e nënshkrimit të koalicionit, sepse ne e dim që nëpër komuna, në zgjedhje lokale, gjithmonë ka koalicione të heshtura të partive politike, të akterëve politik, të njerëzve me rol nëpër nivele lokale, me partinë e cila del e para. Por pavarësisht kësaj, LDK-ja dhe vetëvendosja
në vushtri kanë pasur një rezultat të parafort, të zgjedhore dyta me tretën kanë qenë në rezultat parafort, për çka kjo në qoftë se kapitalizohet, për çka unë dyshoj shumë, sepse kjo tashmë e ka shpërndar edhe elektoratin e LDK-s në vushtri, por në rast se kapitalizohet, atëherë lëvizja vetëvendosje mund të fitojë në vushtri, por nëse nuk kapitalizohet, e për çka unë besoj që nuk do të kapitalizohet ky elektorat drejt votës për vetëvendosjen, mendoj që prapë do të fitojë zoti Ferit Idrizi pa asnjë problem. Përkundrazi, ky koalicion, më fal Gunxhe, ky koalicion e irriton votuesin e LDK-s. Rexhaj, kush do të jetë fitues nga kjo marrëveshje? Po Argjendi i shpjegoi disa gjëra të cilat unë do isha më i thonë se me të vërtetë nuk ka kuptim që një antar i kryesisë të lidhjes demokratike paraditet shkojnë në gjykatë ta mbrojnë eksponent të njohur të vetëvendosjes për korrupsion, ndërsa mazditet shkoj të lidh koalicion në prezencë të Albin Kurtit, aty ishte problemi. Tash për aspektin financiar, kuptohet se aty janë loj 100% janë loj pare shumë të mëdha, sepse tash ai mbulohet se gjoja po paguhet si avokat e jo për shërbimet që ja bën vetëvendosjes. Por për mua është një problem tjetër shumë më i madh. Vetë prezenca e Albin Kurtit, qëllim është sabotimi i përparim Ramës në Prishtinë. Se nëse Lidhja Demokratike shkon kundër Partisë Demokratike të Kosovës në vushtri apo ndonjë komunë tjetër, atër Partia Demokratike, apo siç llogarit Kurti, automatikisht do ta godas përparim Ramën, do ta godas Gazmend Muhaxherin, do t'i godas kudo që janë kandidatët e Lidhjes Demokratike në konkurrencë me kandidatët e vetëvendosjes. Prandaj Xhaferi e bani ky është akt i mendu mirë, ai nuk është njeri i padijshëm, ai është avokat. Si ka mendu se ka thënë Xhaferi, si ka kalkulu? Ai ka kalkulu gjitha mirë, kur s'mund me thonë se nuk e një rregullore, nuk e një statutin, e ka bë ato pa, ai ka bë gjitha me plan. Dhe ai dihet se ka qenë këshilltari Sejdil bashkë me Vjosa Osmanin, do me thonë, na kemë ditë gjithmonë se diku janë do lidhje të vjetra të cilat mbahen përmes Vjosës me Albin Kurtin, me vetëvendosjen brenda PDK-s, edhe gjithmonë... Mendoni që ka gjesht dhe ka ndikim këtu dhe presidentja Osmani në këtë koalicion? Po marë parasysh ka direkt, me siguri se ata kanë lidhje me zvete, se ata kanë qenë dy të këshilltar të Sejdil, dihet se Xhaferi ka qenë gjithmonë në atë krahun e LDK-s, cilët kanë sabotuar nga brenda, gjithmonë kanë shku me ja dhënë votat vetëvendosjes, Vjosa Osmanit, me kriju koalicion me vetëvendosjen, gjithmonë kanë shku në anën e kundërt të votuesve të LDK-s. Pastaj dihet se ky pak a shumë ka ndikim edhe në deg tjera. Ky dihet se është as i përket krahut ekstrem islamik në Kosovë, i ka instalu disa njerëz vetë edhe në përdeg, për shembull në Klin, ku shumica një pjesë e madhe votuesve janë të besimit krishter, antar të LDK-s, kjo shku e ka instalu atje një islamist dhe degën e LDK-s e ka shtri për tokë në Klin. Rëman, kryetari i LDK-s në Klin, nuk kandidohet fare për kryetar të komunës, po e qëtë atje një kandidat tjetër, faktikisht në Klin edhe kishte gjasa që mos dalin me kandidat fare, se nuk donë të askush delte. Ka diçka të vërtet këtu, që këfar po fletë Rexhaj? Unë ndoshta nuk isha me shku deri në atë nivel, edhe pse asnjë gjë të pasakt nuk e tha, por veç e kisha zbut këtë fjalën radikalizëm, për në Klin është fjala edhe për të Xhaferi, po që janë, domethënë që kanë prirje të fort islamike, është edhe Xhafer Tahiri, po edhe kryetari i LDK-s në Klin, është shumë e vërtet, edhe kjo nuk është prit mirë në Klin, kur është arsi kryetar, pikërisht jo për shkak se i takon besimit musliman, sepse aty është respekti shumë i madh, po është për shkak të një prirje më të theksuar ndaj islamit, ajo nuk është prit, ta themi drejtën bashkëmirë, dhe është pa në rezultat, është po pastaj edhe rezultat në Klin, ku do më thonë ka rënjë të LDK-s, edhe kryetari që hynin në garë, Arben Limanaj, do më thonë hynin në momentin e funit, pa qenë kryetar, do më thonë pa qenë i përgatitur për fushat, po erdhi thjesht vetëm që ta mbaj LDK në Klin
në garë për pushtet. Se po dojnë pastaj edhe tek komuna tjera dhe probleme tjera që besoj janë shumëta që mund t'i ketë s'la parti brenda për brenda, por me qenë së zhbashkuar dhe me Nela Vinod Balaj. Po vetëm desha me thënë sepse zoti Racaj, do me thënë kryetari në Klin, është një figurë gjithsesi e respektume, është djali i Ismet Racaj, po tash ajo bindja ti fetare është diçka shumë personale, por që kjo shpesh në opinion ose në komunitet mund të ketë rezerva edhe nuk pritet bashkëmirë. Mirëmëngjes, Lavinot, mirë se erdhe në studio. Po flasim për tema të rënda në këtë mëngjes, por fundalimi tek koalicionet e mundshme nëpër komuna dhe sa mund t'i dëmtoj një koalicion i një komune, një tjetër komunë. Ta zëm këtë rast e kemi koalicionin dhe marrëveshjen që është arritur në mes të lëvizjes vetëvendose dhe LDK-s apo Gjafer Tahirit atje, pa pëlqimin ndoshta të qendrës. Si e sheh Labe? Ka pas sipas teje pëlqimin e qendrës deri dikon apo jo? Po menoj nashta e këta kom pa brana 3-4 skenarëve. Para ka qenë një deklaratë e kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku që ka thonë, ka shumë parafrazoj se specitoj, ka me leju në autonominë e qendrave përkatësisht degëve të LDK-s me vendos për koalicione. E dyta menoj që ka ysht Gjafer Tahirin, kryetarin e degës së LDK-s në Vushtrri me ndërtu një koalicion lokal në Vushtrri me VV-n është edhe kam pas VV dhe LDK kam pas në vitit 2017 dhe 2021 një koalicion. Me gjas kanë kalu mirë dhe po dojnë me ripërjetu që ato ditet idilike. Po merën sesh me ajo që ka menoj pse e ka ysht zotrin Tahiri drejt një koalicioni me VV-n është sepse Tahiri me gjas po bëm pjesë në grupin e një strukture të brenda LDK-s që është i paknaqur me leadershipin e LDK-s gjithsesi me zotrin Abdigjiku dhe shpurrën e tij sepse ardhja e Abdigjikut në krye të LDK-s ka qenë shumë shpresdhënëse për antarësinë e LDK-s. Domethënë Isa Mustafa e pa çu LDK-n drejt një farhullie të 13%, që domethënë megjithatë ardhja e Lumirit është pasi shpresë që nxjerr për asaj hullie. Përkundër kësaj, Lumiri e ka vazhdu me majtë LDK-n ku ka marrë që ato, ku ka trashëguar me numra, kushtimisht me thonë të 13% që i prapë po thëmë i Isa Mustafës. Rrjedhimisht kjo është arsyeja ose motivi kyç pse është ofru zotërit Tahiri me VV-n. Dhe me thonë është një mesazh prej strukturave të paknaqura të LDK-s me leadershipin aktual. Pra, do thotë kjo mund të ketë qenë arsyeja kryesore për një marrëveshje të tillë që pak a shumë kështu apo diskutohej edhe deri më tani në këtë studio. Po mendoj që përmendi i ndërumit tha që kanë pas ditet idilike ato në Vushtrri, nuk është që ka qenë qeverisja e Gjafer Tahirit më e mira për bashkë me vetëvendosjen gjatë asaj periudhe, përkundrazi mendoj që ka qenë qeverisje e dështuar sepse ka fituar zoti Ferit Idrizi në matutje. Për sa i përket asaj se a ka pakënaqësi brenda LDK-s, kjo normal që ka pakënaqësi, sepse unë e thash edhe më herët që e ka shpërfaqë që leadershipi i Lidhjes Demokratike nuk është në nivelin e duhur. Por edhe unë ndëgjova mbrëmë edhe në një emision që dikun për shembull këto marrëveshjet politike lokale luajnë rol matutje edhe nëpër komuna tjera. Për shembull ato ka qenë kundër kësaj marrëveshje ka qenë jashtëzakonisht kundër zoti Gazmend Muhaxheri nga kandidati i LDK-s për PE ka qenë kundër kësaj marrëveshje sepse kjo marrëveshje matutje e dëmton atë në PE për arsye sepse ai ka vazhdimisht ka koalicion me Partinë Demokratike në PE dhe normalisht që PDK-ja nuk do ta ndihmonte zotin Gazmend Muhaxheri në rast se do të bënte koalicion vetëvendosja me LDK në Vushtrri, ndërsa sa i përket nivelit qendror. Nisoj edhe në Prishtinë, Arxhan, sepse dim që goxha një rol shumë të madh edhe në kryeqytet ka Partia Demokratike. Partia Demokratike, PDK-ja, domethënë është përcaktues dhe playmaker i këtyne zgjedhjeve edhe balotazhit në Prishtinë. Pra kushdo që këndo që do ta votojë elektorati i PDK-s do t'i fitoj zgjedhjet. Por se unë mendoj që elektorati i PDK-s në Prishtinë ka një parafrim më
më të madh me kandidatin e LDK-s përparim Rama, sesa me kandidatin e vetëvendosjen këtë rast me zotin Ajrolla Qeku. Dhe kjo normalisht që në qoftë se LDK-ja do të arrinte koalicion me vetëvendosje në një komunë, elektorati i PDK-s normal që nuk do të shkonte ta votonte matutje edhe vet LDK në Prishtinë, në që këtë rast zoti Abdi Xhiku këtë e ka nuhatur mirë edhe ka reaguar në kohë për çka edhe e ka një farë forme e ka thonë atë që nuk është pro këtij koalicioni. Pavarësisht që më herët ka thënë që do t'i lë duart e lira tek degët, por që tash është në një situatë tjetër edhe partia, po edhe mendoj që zgjedhjet në zgjedhjet lokale kanë krijuar momentum të ri nëpër komunat të ndryshme. E para që tha për u lidh me fjalën tënde. Sa të flasim me radhë, mos ta. Po veç ta dëgjoj Lapin, pak pastaj. Kur thash po dojnë mi ripërjetu ditët idelike, po kjo është subjektive për ta që kanë përjetuar, domethënë pavarësisht a kanë mirë qeverisa diçka, po ditët për ta. Edhe tjetra unë besoj që nuk i afekton asnjë koalicion në qendra përkatëse, në qendra tjera, domethënë sepse ka interesa specifik. Domethënë s'mendoj që një koalicion i VV-s në Vushtrri e afekton një marrëdhënie eventuale të PDK-s me LDK-n në Prishtinë ose në një komunë tjetër, sepse prapë nënvizoj që ka interesa specifik, domethënë rrjedhimisht e shoh të parëndësishme këtu. Jo, unë mendoj që koalicionet lokale e para e dëmtojnë LDK-n, çdo koalicion lokal me vetëvendosjen LDK-n e dëmtojnë matutje në nivelin qendror, sepse ne pritet që të kemi zgjedhje shumë shpejt, zgjedhje. Dhe nëse bën diçka për koalicionin në Vushtrri, mendoj që për shkak të antagonizmave që i kanë dy përfaqësues të LDK-s në Vushtrri. Domethënë kryetari Degës me ish deputetën Rëzartën, domethënë kjo e pamundson orientimin e votës së LDK-s drejt VV-s. Domethënë kjo i bën që edhe nëse kishin pas kohezion të brendshëm Dega LDK-s, megjithatë votuesin nuk mundesh me diktu se për këm me votu. Për te kësaj edhe që fraksionet e brendshme LDK-s e pamundsojnë një rezultat kështu të kënaqshëm për koalicionin VV-LDK. E ka dëmtu vetëvendosin që nuk mundet me rentabilizu në mënyrë të kënaqshme. Nëse ke diçka përshtuar, sepse e dëgjova më herë zoti Rexhaj që reagoi, Rexhaj lutem. Këtu tha një gjatë e cila ka vite që po keq përdorët, që nuk është e vërtet. Këtu tha se Isa Mustafa ka ullë në 13% LDK-n, nuk u tha se Vjosa Osmani ka ullë LDK-n 13%. Nuk ja kanë ullë ata që kanë bet, pa ata që kanë ikë prej LDK-s. Ndërsa, sa i përket Gjafer Tahirit, është njeri i Abdi Xhikut, është e pamundshme mos me ditë dikush prej kryesisë sa është antar aktiv i kryesisë, ndër antarët më të vjetër. Unë jam i sigurt 100% se e ka ditë, nëse dikush tjetër jo e ka ditë Abdi Xhiku. Mua ka ditë prej se ka shku balotazhi që më lusin eksponent të LDK-s, të lutem mos e përkra shumë Gazmend Muhaxherin edhe përparim Ramën, sepse kjo do t'u rrezikoj janë të rrezikshëm nga Abdi Xhiku, sepse ai shet dikur si njerëz që po ngriten dhe ja rrezikojnë pozitën. Abdi Xhiku është i njëjtë sikur Albin Kurti, vepron me të njëjtat mjete. Është e pamundur mos me ditë Abdi Xhiku se më bëhet një koalicion, është e pamundur që Abdi Xhiku nuk i ka godit Gazmend Muhaxherin edhe përparim Ramën. Vetë fakti se përparim Rama është forcu shumë. Po megjithatë kemi pa goxha shumë mbështetje nga Abdi Xhiku që i ka bërë sidomos gjatë fushatës të dy kryetarëve të komunës Pejës dhe të Prishtinës. Normal se ai shkon për ditën i përkran ndërsa natën ju qetë kurtha. Unë po them, është e pamundur, sepse përparim Rama po shkon me hapa aq shpejt, vetë fakti se ai mori pjesë në vorrimin e babës Hashim Thaqit, i përkrahu demonstratat e veteranëve të luftës në Tiranë. Në Tiranë, shkoj edhe në vorrim të babës Hashim Thaqit, ai faktikisht i mori votat i siguroi votat e PDK-s, po ai nuk e kishte atë qëllim. Mirë po forcua shumë, sepse na e dim se në balotazhin e vitit kaluar, ai ishte shumë mbrapa. Ndërsa tani i prind listës dhe është fitues. Forcimi i përparim Ramës
apo i Gazmen Muazgjerit, e rrezikojnë këto Abdi Gjikun. Ky nuk duhet ta shihte në këtë mënyrë, do t'i sheh shokët e vet si aleat, njerëz të fortë LDK-s janë të fortë edhe për te. Por ajo ka këtë logjikë si kur Albin Kurtit edhe vepron këtë mënyrë. Si është e ngëllëtar, se po shoh vazhdimisht duke buzëqeshur edhe kur është përmendur 13% Shesa Mustafa, Vjosa Osmani dhe tani ngjashmëria e Abdi Gjikut me Kurtin. Unë mendoj njëjtë si zoti Rexha, veç ta plotësoj, do thotë nuk është Isa Mustafa që solli LDK në 13%, sepse Isa Mustafa e pa dërgu LDK-n si parti fuqishme të dytë edhe në 220.000 vota kur ishte në garë Vjosa Osmani për kryeministre. Edhe ajo ishte një arritje shumë e madhe, edhe Isa Mustafa domethënë e bëri ose si lider që ishte, ai bëri një hap mrapa dhe mbështeti domethënë gjeneratën e re. Ajo është një leadership domethënë që do të më vlerësu shumë. Tashti është tjetër fazë kur Vjosa Osmani bashkë me Donika Gërvallën edhe me Semen Qerr e bëjnë gjithatë fushat kundër Isa Mustafës edhe kundër leadershipit të LDK-s, përfshi këtu edhe Skënder Hyseni, edhe Agim Veliun edhe tjerë duke arritur deri te Abdullah Hoti, domethënë duke i demonizu. Kjo ishte një loje Albin Kurtit vetëvendosjes, po e mbështetur fuqishëm nga Vjosa Osmani, Donika edhe të tjerë, dhe pastaj u krijua ajo fryma anti-LDK dhe erdhëm në atë pikën ku erdhëm në 13% dhe ja ku jemi sot këtu që prapë LDK po përplaset për të kthyer në atë pozitën ku i takon. Kurse sa i përket Këto zhvillimet ta kthejnë në atë pozitë ku i takon. Po nuk është e lehtë, do të thonë duhet shumë punë, do të thonë hapi i parë që LDK e bëri erdhi me një gjenerat të re të leadershipit me zotin Lumir Abdi Gjiku në krye. Zoti Lumir Abdi Gjiku e krijoi ekipën e vet, do të thonë leadershipin e LDK-s, po shohim që nuk është e lehtë, do të thonë edhe këtu ka tashti përplasje të brendshme, është një luftë për leadership, do të thonë për të ardhmen. Edhe na peshojmë që paska lojna. Rrezikohet Abdi Gjiku nga Gazi ose nga Rama? Askush as LDK, as një parti tjetër nuk është i përjetshëm. Edhe gjithmonë gradualisht vinë gjenerata të reja e në LDK, sa kem pa ne gjithmonë ata që vinë në shprehje janë ata që performojnë mirë në përkomuna. Domethënë nëse kemi disa kryetarë që performojnë mirë në përkomuna, ata potencialisht mundën të qenë kandidat për lider në të ardhmen, po ne këtu përmendemi vazhdimisht përparim Ramën Gazmen Muazgjerin, po mos harrojmë se këtu është një performues fort i mirë edhe në Lipian, zoti Imre Hameti, edhe një njeri shumë i kërkuar. Mos harrojmë se Lutfi Aziri ende nuk është pensionuar dhe është aty vazhdimisht i pranishëm, por aja që po vrejon e këtu, hatërmbetja tani në LDK, nuk është për shkak të koalicioneve që po bën në nivele lokale, po për shkak të metodave, mënyrave që në këtë rast Xhaver Tahiri e ka zgjedh, do që të bëhet protagonist, edhe të del të nënshkruajë në kala me Albin Kurtin pas shpine, do thotë që kjo është ajo që mënyra, metoda, sepse ne u tha më herët këtu në këtë tavolinë, koalicione, marrëveshje, bashkëpunime në secilën komunë të LDK-s ka me secilën parti. Kështu që në këtë parim nuk kemi probleme. Është në sen. Në kontekst argumentit të dy bashkëfolësve, thanë që Albin Kurti, domethënë, e ka qavë bashkë me Vjosën në LDK-n, domethënë. S'thash Albini. Jo, s'that jo, po that Vjosa Albini ka detyra të punë. Albini është opozit, ka qenë dhe ka detyrë kundërshtar. Po Vjosa është aja që është përdorur si vegël për me hymë. E mistifikojnë Albinin deri në atë nivel sa që ja atribojnë aftësinë edhe me ndalë LDK-n. Jo, ashtu ti pas ke kuptuar ashtu. Tjetra edhe po Vjosa qysh Vjosa e ka pru LDK-n në 13%. Domethënë momentin që është përjashtruar për LDK, sepse Vjosa është përjashtuar për LDK. Po pse më përmendat, ajo është liru nga LDK-ja. Po liru. Domethënë sa dush më në përdor eufemizma, është liru edhe është përjashtuar. Tjetra, unë menoj që çka ekspozon leadershipit në LDK-s para një rreziku është rritja përparim Ramës. Domethënë përparim Ramës në vazhdimsi ju kanë shtu apetitet për me drejtu LDK-n, ndoshta edhe kitë Kosovën, në kapacitetet e kryeministrit. Çdo fitore e tij veç ja ushqen iluzionin e madhështisë, përkatësisht konceptin, ja egzageron konceptin për rolin e vet në politikë. Domethënë prapë po them që fitoria e tij në Prishtinë përbën një rrezik kështu serioz për leadershipin e LDK-s, gjithsesi
Lumir Abdigjikun. Pse çka ka karakteristike tjetër Rama përveç që ka udhëheq komunën e Prishtinës për 4 vite? Çka ka karakteristike që ndoshta e tërheq edhe vetë elektoratin? Ka ambicje e para për pushtet. Rrugës ju kanë ushqy këto ambicje. Tjetra, do me thonë, është politikani, do me thonë, profili politikanit ma tipik. Do me thonë, nuk zgjedh mjete, s'po du me gjyku, nuk zgjedh mjete për me arrit qëllimin, do me thonë, ofrohet bën edhe, do me thonë, ka qasje të atilë sa që bën veprime edhe në kundërshtim edhe me bindjet e veta, do me thonë, edhe të partisë. Shkon, si që përmeni zotëri në varrim të babës ish presidentit. Ba shumë të afërt krejt në fillim, kur more drejtimin e Prishtinës edhe me kryeministrin Kurti. Sepse ai ka qenë në të pak të minimalisht mënu me thonë që ka qenë votusi vëvës. S'po thonë asë për krast ose i afërt. Zotëri Kurti, kur ka ba vizita në diasporë gjithësisht në Londër, shtëpia e tina e Ramës ka qenë pika ndalës ato. Për herë, për thunë që... Pikturave dhe dizajnit të bukur interjet. Për herë, edhe thash që por i kthena prapë të argumenti që rritja e Ramës në gjithësisht fitoria ati në Prishtinë është rrezik serioz për Lumir Abdigjikun. Për vlerëson rrezik, a mund me qenë një mundësi. Por jo mundësi për Lumirin. Jo, për Lumirin. Edhe Lumiri, edhe se cili që është në LDK, po jo veç në LDK, se cilën parti, në kushte normale e din që nuk janë të përjetshëm. Po sigurisht. Edhe ata e din që kanë mundësi një herë, dy herë me arrit ato qëllimet, premtime që i kanë dhënë për partinë, këtë rast që LDK-n me kthy me bo parti të parë. Në qoftë se një herë, dy herë nuk arrin me, do të thënë kalon një parë zgjedhje, dy parë zgjedhje, nuk arrin në atë qëllim që me qenë partia e parë, unë jam i bindur se edhe Lumiri, edhe Gazmendi, edhe secili në LDK e din që duhet me hap rrugë tjetrit, i cili ndoshta ka politika, ka strategji tjera për me pru LDK-n në parti të parë. Që unë këtë nuk e shoh asnjë cili do që të vjen në leadership pas Lumiri dhe kur do që tjetë koha, në nuk e dim kur është ajo kohë, unë nuk e shoh asnjëherë si rrezik, po e shoh vetëm si një mundësi për para. Për këtë his ka dertë se ani ndëgjova pak ma shumë. E posh, në faktin ndëgjova kolegun që tha që përparim Rama është rrezik për zotin Abdigjiku. Mendoj që zoti Abdigjiku përparim Rama nuk ja rrezikon absolutikisht leadershipin në parti, sepse zoti përparim Rama është fragjel në lidhjen demokratike të Kosovës. Për arsye sepse nuk është i lidhur me strukturën e lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe Lumir Abdigjiku, kryesia e LDK-s e ka në dorë pothuajse gjithë strukturën, gjithë aparatin brenda lidhjes demokratike. Dhe po të doj lidhja demokratike në çfarë do situate mundet edhe të mos ta afroj zotin përparim Rama. Sepse ai është nuk ka kur farë roli, kur farë ndikimi në brenda strukturave të partisë, as nuk ka as në ndeg të tije në fakt, e për çka në struktura ai nuk ka mbështetje brenda kuvendeve të partisë, organizmave të partisë nuk ka. Jo veç argument, por është një fakt që demanton. Isa Mustafa nuk ka qenë antar i hiç i LDK-s. Domethënë, ka fituar në 2 palë zgjedhje në kryeqytet. Çfarë s'ka qenë Isa Mustafa? Veç ka dalë. S'ka qenë buri i dheut. Pse akuzojnë atë për 3%, si ka arrit ai me qenë ministër i... Po s'ka qenë LDK. Si ka qenë? Po s'ka qenë LDK, ka qenë ministër i Bukoshit, po s'ka qenë LDK. Veç, je antar i LDK-s, nuk vedin historiatin e partisë përkatëse. Ku merr ti drejtën më thonë që çka di, çka s'di? Po nuk pedin, po dëshmon çto, që në kohë reale jetu dëshmon. Çka s'di ta? Isa Mustafa nuk ka merr ti drejtën më thonë çka di, çka s'di. Çka kjo çasje kështu? Nuk po shoh, veç pak edhe më dekonstrukton, veç nga ka dalë, prit. S'ka qenë antar i LDK-s hiç. Manej ka fitu 2 palë zgjedhje, edhe ju është ofruar posti nënkryetarit. Ka thonë e moj men me një titull të gazetës, nënkryetari për mua është satisfaksion. Nënkryetari i LDK-s. Mandej i ka bë komplot ndërkohë Fatmir Sejdiut me strukturat e tina edhe ka ardhur në dhjetor të vitit të 2010 është bë kryetar i LDK-s. Mundet më na ndihmu edhe ka mundësi se kam qenë pjesëmarrës si disa. Po Rexha e lutem. Po Rexha, besoj që Rexha e di më mirë. Shumë sepse kemi edhe diçka tjetër të Edhe Rexha edhe unë e di shumë mirë. Po sigurisht. Po s'ka qenë, Isa Mustafa nuk ka qenë antar i LDK-s. Ta marr veç shkurt mendimin e Rexha edhe nuk ka qenë struktura kur. Zefaj, po Rexha.
Kështu është puna e Isa Mustafës. Isa Mustafa ka qenë ministër në qeverinë e Bujar Bukoshit, si përfaqësues i Partisë Parlamentare të Kosovës, ku kam qenë unë antar kryesisë, dhe ka u zgjedhur me propozimin tim bashkë me Xhafer Shatrin. Do të dy na i kemi pasur. Edhe Xhaferi s'ka qenë LDK-sht. Në qeverinë e Bukoshit. Mirë po, ai nuk ka qenë antar i Partisë Parlamentare as Xhafer Shatri. Ata kanë qenë janë marrë me aktivitete tjera, ndërsa nuk mund të thuhet se nuk ka qenë antar i LDK-s fare, sepse nuk mund të jetë një kryetar i një partie pa qenë antar, pa në ndërkohë me siguri se është antarësuar në Lidhje Demokratike të Kosovës. Edhe vetëm edhe një reagim, edhe po marr fund paraqitja ime, po thuhet se ka shku veç Vjosa vetëm, po thot Labinoti dhe nuk i ka shkaktu dame LDK-s në vitin 2021. Ajo nuk është e vërtetë, sa mas Vjosës, Gërvallës edhe Pecit kanë shku për mbi 100.000 votues. Ajo pa tash në zgjedhjet e fundit, kur nuk mori pjesë Vjosa në zgjedhje, vetëvendosja ra diku 10%. Por nuk është ramja e krejtë e Vjosës, se Vjosa ende ka influencë në vetëvendosje me njerëz të saj që ka atje. Qartë. Mirë, me qenë se u përmend, vetëm i mbetemi për si fajtë nga që është nga... Që tha kolegu, tha po të demantoj, profili i politikanëve në këtë rast, profili i zotit Roma dhe profili i zotit Isa Mustafa dallojnë shumë. Dhe menoj që kjo ndikon. Edhe sa përket zoti Isa Mustafa, pavarësisht që s'ka qenë antar ose si s'ka qenë, nuk e di sakt, po aludoj atë në antari thjesht ka mujt me qenë, po s'ka qenë struktura. Kush e ka bë kryetar Prishtinës? Kush e bani kryetar Prishtinës? Nuk ka qenë struktura. Zoti Isa Mustafa gjatë kohët sa ka qenë antar. Pa ka qenë kryetar i Prishtinës. Kush e zgjedhi? Është në struktura përpara me Roma. A është kryetar i komunës? Isa Mustafa ka qenë në struktura. Isa Mustafa gjithkohës thot nuk jam LDK, përpara me Roma, gjithkohës është kryetari i kryeqytetit për radhët LDK-s. Nuk është krahasim adekuat përpara me Roma Isa Mustafa. Nuk ka qenë antar i thjeshtë, është e kuptueshme. Nuk ka qenë kur struktura. Kur nuk ka qenë deri në 2009. Profili Isa Mustafës me profilin e zoti Roma ndryshon. Zoti Isa Mustafa ka pasur ambicie që të jetë kryetari i LDK-s. Dhe gjatë kohës që ka qenë kryetari i Prishtinës, ka shtri rrjetin e tij brenda LDK-s. Përpara me Roma, përpara me Roma nuk ka duke e bë dhe nuk e ka. Drejtorët e përpara me Romës janë antar të kryesisë. Kryesisht antar të kryesisë së LDK-s kanë qenë. Është fragjil, shumë brenda LDK-s është shumë fragjil dhe nuk e rrezikon leadershipin. Mirë, sepse më duket Rexha i tha që do të na përshëndet. Faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne, Rexha. Ditën e mirë kalofshi. Mirë dhe ty. Po ndajnë pak e ngelbert tek deklaratat e Vjosa Osmanit në një aktivitet humanitar gjatë ditës së djeshme, ku foli për krimin e institucioneve, Kosova është zhurnuar, ende nuk bëhet asgjë, duke mos lëshuar shumë në deklarata, sepse sipas saj tani është në duart e partive politike të ardhin marrëveshjem. Po, pikërisht ajo që nuk e përmende, është ajo më e rëndësishme që ajo thot është duke u punuar për me kriju qeverinë, domethënë nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, që kjo lën me kuptu që ajo ka informata dhe është në një komunikim të vazhdueshëm me Albin Kurtin dhe e din se çfarë po ndodh. Sepse tani Albin Kurti sot në që po flasim, ajo është në udhëtim në Dublin apo ku është në summitin e Berlinit dhe shtrohet pyetja momentin kur po ofrohet data për me kriju qeverinë, ti nuk je në Kosovë fizikisht dhe ke shku në Dublin dhe presidenti Vjosa Osmani thotë është duke u punuar për të arritur domethënë të qeveria. Edhe kjo lën me kuptues që ajo si presidente që nuk duhet me përfaqësu asnjë parti politike, nuk duhet me marrë anë nga asnjë parti politike, ajo domethënë është e informuar që është duke u punuar dhe e din se çfarë do të ndodhë të dielën. Dhe kjo për mua për shkakun nuk është korrekte dhe nuk i takon një presidente. Pse s'është korrekte, se ajo ja ka dhënë mandatin fituesit të zgjedhjeve. S'po them fituesit, hajde që përfaqësuesit të një partie politike. Është korrekte, për ty është korrekte. Po ç'është korrekte, more po ai duhet me qenë informuar se me qenë a do të ishtem kryeministrin në vend të merret me krimin e institucionit. Po ai ka më këmbs. E pe ekspozojmë Kurtin para një shantazhi. Nëse s'kish marrë pjesë në summitin në Londër, kishim thënë, domethënë u bojkotua zotri Kurti, embargo e radhës e institucioneve të Kosovës prej bashkisë ndërkombëtare. Mos u bëj pragmatik lab. Kurti ka më këmbësit e vet këto dhe nashta e ka është procesi nashta është në fazën e fundit. Megjithatë unë jam skeptik nëse
Përbes po. Kom besu që edhe kjo afërsia e Xhaferit me Kurtin, kom besu që ka ndonjë eksponent të Xhaferit si deputet në parlament i cili mundet me votu qeverin Kurti, po të shohim. Nuk po shoh gjasa, që veç unë menoj që për epilog kemi mi pas zgjedhje të reja, sepse... Apo vjen qeveria Kurtit re argjend? Po nuk ka lëviz zoti Kurti si mandatar për formimin e qeverisë, nuk ka lëviz në drejtim, përkundrazi ai vazhdimisht vetëm ka shpërnda urrëtie tek aktorët e tjerë politik dhe nuk ka sjellë parafrime, për çka më tutje na bën me të qartë që nuk jemi afër krijimit të institucioneve. Dhe kjo është papërgjegjësi totale e zotit Kurti, edhe si pasojë e sjelljes së tij dhe partisë së tij deri tani ne jemi afër një viti që jemi pa institucione, deri tani që në fund është formuar dhe është konstituar edhe Kuvendi i Kosovës dhe kjo është krejt si pasojë e sjelljes së dobët zotit Albin Kurti. Kjo është një rrezik tjetër që ne presim që me ardhë gjykata kushtetuese edhe me ndonjë vendim. Pas kërkesës së Listë Sërbe, tash nuk e dim se çfarë do të jetë, a do të vendos një blokadë apo jo, por në qoftë se vendos edhe një blokadë, pastaj çdo gjë shtyhet edhe për një kohë të pacaktuar, sepse nuk e dim se kur do të vjen me interpretim tjetër pas kësaj blokade. Faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne Engelbert. Labinot, faleminderit shumë. Argjend, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miqdashur, shkua tani për parashikimin e motit.